Do dalë të disa shembuj të hoxhallarëve shqiptar, por këtu do të flas pa emra. Si dhe tash fola me emra, këtu do të flas pa emra, për shumë arsye, normal, dikush mos më prej pse e kam përmend, dikush pse s'e kam përmend, prej hoxhallarë, pastaj prej xhamatit mos më thon çro hoxhan çfarë pas ka bën, ky tjetri çro, ose si më thon mos më habit se ose mos më bën fitnë, domethën prej aty në njerëzve. Ku domethën prej tyre kem të cilët sa i përket Kuranit përmesh, përveç që e din Kuranin përmesh, kemi domethënë edhe rekorde të mësimit të Kuranit përmesh, ku njëri prej tyre domethënë jam të folur për xhallar të cilët janë gjalla akoma. S'po flas për ata. Normal këto informata ndoshta nuk janë 100%, por atë sa kam mujt me hulumtu edhe me vjedhë informata kështu. Domethënë rekordi është 17 faqe për një ditë Kuran përmesh. Shqiptar domethënë hoxh 17 faqe njeri ka mësu përmesh Kuran për një ditë. Kurse prej rekordeve më të shpejta, është domethënë 2 minuta 18 sekonda një faqe e mësimit Kuranit përmesh, për xhallar shqiptar, që janë gjallë domethënë edhe që jetojnë. Këto sa i përket domethënë mësimit Kuranit. Pastaj mësimit haditheve përmesh, domethënë kemi elhamdulillah xhallar të cilët kanë mësuar, vazhdojnë mësojnë hadithe të ndryshme, domethënë të komentojnë, jemi të leximi. Domethënë ti japim prioritet leximit ku e kam dëgjuar një ditë apo e lexova një ditë një fjalë Sheikh Abdulaziz Tarifit, ku thoshte nuk mundet hoxha me i thon vetes talib ilm kërkuesi dijes. Jo hoxh, jo dietar, jo akademik as ku e di çka. Thjesht kërkuesi dijes nuk mund me hynat lojen me marrat çinjen atë gradën, thoshte pa i kry librat bazë hadithit, 9 librat apo 6 plus 3, 9 librat hadithit, komentimin e tyne me i lexu komentimet e tyre, e pastaj domethënë, nëse veç ai flet se për shkencët e hadithit, tash ndoshta ka rregulla të fikhu e të ato tjera, do të po flas veç për këtë pikë që aty e lexova dhe mbeti në tru, thoshte nuk mundet më thujt, mase ne thot veç ka hyn lojën e nxënësave të dijes në aspektin fetar. Sepse na jemi dietar, si ta krymë shkollën e mesme me dresën, kretë na thonë hoxhallarë dhe veshim gjybën edhe kapuçin e madh, edhe jemi dietar, japim fetfaqe, Imam Maliku bën makis ka dhënë fetfa për ato, mesele na thonë s'ka gale, jo ka gale, jo ban jo s'ban. Inshallah Allah azza na shton gjithë dijen. Pra, ka prej atyre të cilët vazhdojnë apo kanë mësu, ka prej tyre që kanë mësu Buhariun, ka prej tyre që kanë mësu Muslimin, ka prej tyre që kanë mësu Bulughul Maram i cili ka domethënë 2400 sa hadithe. Umdatul Ahkami me 514 hadithe, normale është libër i vogël, po e kanë filluar disa me ato, pas e kanë vazhduar Muharrerin, për shembull disa nxënës kanë pas obligim në shkollë me mësua edhe me sa hadithe, pra me mira hadithe. Ka të tjerë të cilët normal kanë lexuar shumë, ka edhe që lexojnë shumë, që njohim neve domosdoshmë që marrim informata, edhe leximi normal i shumë pasaj ka kriju qoftë kulturë të përgjithshme, qoftë edhe fetar ku ka prej tyre domosdoshmë që ka shembull një orë vetëm me lexu për shkencë. Ose ma pak ose ma shumë varet. Plus pastaj 4 ose 5 orë për fe. Neve njohim domethënë hoxhallarë të cilët çdo ditë nga një libër e lexojnë. Ka plan program çdo ditë. Ato libra domthon mas tani sillen pema të vogla deri mas shumë të 600 faqe. Tash nuk do të hym në atë pikën sa më mend, sa kupton, po flasim për leximin, a? Pra deri në 600. Kemi raste kur kemi pa disa hoxhallarë tonë, domethënë mësuesa edhe që i respektojmë na hoxhallar shqiptar, po flas që është ul, kam rastin që unë vetë, domethënë kam përjetuar atë prej atij personi, i cili e ka marrë një libër me 500 sa faqe edhe nuk ka lujt prej vendit pa e lexuar. S'ka lujt prej vendit pa e lexuar, përveç normal kur ka vakti namazit. Unë njoh gjithashtu njerëz domethënë që kam pa hoxh, domethënë që më ka rënë nejt me fjet me një dhomë të domethënë diku 3-4 muaj sa kur nuk e ka zonë gjumin ndryshe vetëse me kryen libër. E merrte domethënë librat hadithit edhe lexonte ose domethënë shtrim kështu ose anash, por se nuk kish shans me lën librin me palu masanena me zonë gjumin. Gjithmonë e zënte gjumin pa palu librin. Prej leximit, domethënë nga leximi përveç ditën tu e shfrytzuar edhe në atë formë ose
para gjumit. Kjo është leximi i tepërt. Thash domthon, ka me dhjetra edhe qindra faqe të cilat lexojnë prej tyre. Kemi edhe prej tyre për xhallarët cilët merren me përkthime ku aq shumë kanë përkthyer se vazhdojnë të përkthejnë sa kanë arritur në atë gradën që me qenë në gjendje direkt aty për aty kur fol dietari ai me përkthy ose ata me përkthy, se ka më shumë se një inshallah. Apo kupton? Kjo normal arrihet me lexim. Ose me përvojë 10 ose 15 vjeçare ku ai flet arabisht, kjo është në gjendje kënina me shkruar me përkthy direkt shqip. Normal pastaj ka nevojë për një rishikim të asaj, por se parimisht i marr ato dobit, pa ashtu edhe domethënë shkrimi ku te përkthimi përveç me përkthy direkt ka domethënë që kam vetë disa prej tyre, edhe ajo më madhe që më kanë cek, domethënë dikush te sa mundesh me përkthy, më ka cek dikush prej tyre thotë kam provu deri në 60 faqe. Mrana ditës është fjala, deri në 60 faqe. Që është kjo një shifër ose numër bajagu i madh, Nuk e di dikujt mund t'i dohet, por po flas nga ajo që dije sa në është bajagu i madh. Po ashtu edhe derset e shumta, normal edhe derset kanë nevojë për lexim, ku kemi xhallar alhamdulillah shqiptar që i ka shku domethënë rekordi derseve 10 derse brenda ditës. 10 derse brenda ditës. Kët ndoshta ka edhe më shumë, unë këtë e kam. Normal aty nuk do man kanë orë gjitha me qenë. 20-30, ndoshta 40 minuta e kështu me radhë. Pra, kjo është leximi, edhe ambicet e njerëzve të cilët rrinë me lexu. Mas shumti që kam dëgju shqiptar hoxh i cili domethënë ka lexu, ka qenë domethënë 16 orë. 16 orë lexim gjatë domethënë një kohë të provimit të san, kam dëgju domethënë që ka pas hoxh koleg i cili domethënë ka lexu me 16 orë. Kjo është domethënë një shifër, po flas për xhallar të cilët i keni pa nëpër internet ose bona ki i keni nejt me ta, bona ki i ndëgjani, bona ki i keni muhabet ndoshta me ta, etj. Pra janë njerëz të cilët ju edhe i njihni, domethënë të popullit tonë që nuk mund me thonë se kanë jetu para 200 viteve ose 500 viteve, si kanë pas problemet që i kemi na me Facebook, me PlayStation ose me këtë diçka. Jo, edhe ata jetojnë mesin tonë, domethënë janë prej neve edhe arrin me bë këtë gjë. Arrin me bë këtë gjë.